A do të pëlqente të mësonje talentet e fëmijëve të tu, për në të njëjtën kohë edhe ti si prind, kur ke qenë fëmijë, të kujtohesh që a janë vërtet këto që do dëgjosh më poshtë, ato që dëshironje të bënje ti si fëmijë, pavarësisht se i ke bërë ose nuk i ke bërë. Por për ne, prindrit, është shumë e rëndësishme të dim talentet e tyre në bazë të ditës të lindje, sepse kështu i ndihmojmë fëmijët të çojmë në aktivitetet që vërtet ju pëlqejnë, sepse këto talente kanë ardhur fëmijë nga universi, nga Zoti, që vërtet në bazë të këtyre të bëjnë aktivitetet dhe kur të rriten profesionet e tyre. Sepse gjithkush kur është në një profesion të dur, atëherë ai jep më të mirën atë profesion dhe nuk mërzitet, nuk e bën me lodhje dhe kështu merr edhe paratë dhe pagesën që duhet dhe i përket atij. Dhe mos harroni që talentet janë dhuratat e Zotit dhe të universit dhe duhet t'i bëjmë dhe t'i respektojmë një më një. Dhe mos harroni të më shkruani ditën e lindjes të fëmijës tuaj dhe pse jo dhe tuajën dhe të komentoni a vërtet kanë qenë kështu si do t'i dëgjoni. Dëgjojeni deri në fund dhe shpërndajeni këtë video dhe bëuni pjesë e rrjeteve time sociale për më tepër video dhe gjithashtu në kanalin tim Flutra me Fat 333 në YouTube. Dhe ju lutem komentoni që të më ndihmoni që të bëj dhe video më të tepërta të kem kuraje. Le të vazhdojmë. Në qoftë se fëmia juaj ose në qoftë se do keni një fëmijë në të ardhmen, është i lindur në datën 1 të çdo muaji, ai fëmijë është lider kreativ. Talenti i tij është zgjuarësi, iniciativa, kreativiteti. Aktivitetet që duhet të çojnë këta fëmijë janë lojrat udhëheqëse, projekte grupi, ndërtim me Lego, krijim skenash të vogla. Personat e lindur në datën 2, fëmijët bashkëpunues dhe empatik. Talenti i tyre është ndjenja e bashkëpunimit, dëgjimi të tjerëve dhe ndihma. Aktivitetet, lojra bashkëpunimi, tregim historish me miqt, aktivitete ku ndihmojnë shokët. 3. Personat e lindur, fëmijët e lindur në datën 3, artist dhe komunikues. Talenti i tyre është shprehje artistike, këngë, teatr, shkrim kreativ. Aktivitetet, piktur, këndim, loja dramatike, krijim tregimesh ose poezi ose librash. 4. Organizues dhe i qëndrueshëm. Talenti nga Zoti është përqendrim, disiplinë, strukturë, aktivitete, ndërtim, puzzle, eksperimente shkencore të organizuara, aktivitete të rregullta dhe të qarta. Fëmijët e lindur në datën 5, energjetik dhe aventurier. Talenti, lëvizje, eksperimentim, kuriozitet, aktivitetet, sport, vallëzim, lojra jashtë ambientit dhe të jenë në natyrë. 6. Kujdes dhe harmoni. Talenti, empati, kujdes për të tjerët, estetika, aktivitetet, krijim me materiale të buta, ndihmë në projekte bashkëkohore, aktivitete muzikore të qeta. 7. Mendimtar dhe analitik. Talenti, reflektim, kërkimi dijes, detaje. Aktivitetet, eksperimente, loja logjike, lexim, aktivitete mendimi, meditimi për fëmijë. 8. Ambicios dhe organizues. Talenti, vendosje objektivash, drejtim dhe qëllim. Aktivitetet, projekte të vogla menaxhimi, lojra me role ku vendosin rregulla, ndërtim, strukturash. 9. Humanitar dhe kreativ. Talenti nga Zoti, ndihmë, art, shprehje emocionale. Aktivitetet, arti bashkëpunimit, krijim tregimesh, ndihmë për komunitetin e vogël të fëmijëve. 10. Pioner dhe energjetik.
talenti, iniciativë, kuriozitet, frymëzim, aktivitetet, lojra eksplozuese, sport, eksperimente të vogla. 11. Intuitiv dhe artistik. Talenti, imagjinatë, intuitë, ndjeshmëri, aktivitetet, muzikë, pikturë, lojra me mendime të lehta. 12. Komunikues dhe shprehës, talenti, folje, shkrim, bashkëpunim. Aktivitetet, tregim historirash, dramatizim, këngë dhe aktivitete grupi. 13. Ndërmjetës dhe i qëndrueshëm. Talenti, analizë, ndihmë, organizim. Aktivitetet, puzzle, loja strategjike, aktivitetet të strukturës dhe ekipit. 14. Aventurier dhe fleksibël. Talenti, eksperimentim, guxim, lëvizje. Aktivitetet, sport, eksplorim, lojrat që kërkojnë kuriozitet dhe ndryshime. 15. Empatik dhe kreativ. Talentit, kujdes për të tjerët, hartë, shprehje emocionale. Aktivitetet, piktur, ndihmë në lojra e bashkëpunimi, krijim, tregimesh. 16. Mendimtar dhe i thellë. Talenti, analizë, reflektimi dhe logjik. Aktivitetet, eksperimentet, loja mendore, lexime dhe biseda kreative. 17. Ambicioz dhe energjetik. Talenti, lider, qëndrueshmëri, motiv. Aktivitetet, projekte, mini lider, lojra grupi dhe sport. 18. Humanitar dhe shprehjes. Talenti, kujdes, art, bashkëpunim. Aktivitetet, krijim artistik, këngë, loja dhe bashkëpunimi. Pioner. 19. Pioner dhe kreativ. Talenti, iniciativë, ide të reja dhe lëvizje. Aktivitetet, eksperimente, vallëzim, projekte krijuese. 20. Bashkëpunizm dhe intuitiv. Talenti, empati, organizim. Aktivitete, tregime bashkëpunuese, lojra grupi, art meditativ. 21. Kreativ dhe energjetik. Talenti, shprehje artistike, iniciativa, lëvizje. Aktivitetet, pikturë, kërcim, teatro, projekte kreative. 22. Udhëheqës dhe vizionar. Talenti, lider, ide të mëdhaja, organizim, aktivitete, projekte të grupit, ndërtim, lojra strategjike. 23. Komunikues dhe fleksibël. Talenti, folje, bashkëpunim, adaptim, aktivitetet, dramë, këngë, lojra, improvizimi. 24. Kujdes dhe bashkëpunues. Talent, empati, kujdes, organizim. Aktivitete, krijim artistik, ndihmë, lojra, bashkëpunimi. 25. Analitik dhe eksperimentues. Talenti, reflektim, zgjidhje problemesh, kuriozitet. Aktivitetet, eksperimente, puzzle, loja logjike. 26. Ambicioz dhe intuitiv. Talenti, lider, intuicioni, iniciativa. Aktivitetet, projekte kreative, loja grupi, art. 27. Humanitar dhe mendimtar. Talenti, empati, reflektim, ndihmë. Aktivitetet, krijim tregimesh, bashkëpunim, meditim i lehtë për fëmijë. 28. Pioner dhe organizues. Talenti, iniciativë, drejtim, qëndrueshmëri. Aktivitetet, projekte, mini lider, ndërtim, sport. 29. Intuitiv dhe kreativ. Talenti, imagjinat, ndjeshmëri, shprehje artistike. Aktivitetet, muzik, vizatim, tregime improvizuese. 30. Komunikues dhe energjetik. Talenti, folje, bashkëpunim, iniciativa. Aktivitetet, loja dramatike, këngë, projekte, grupi. Dhe 31. Lider dhe kreativ. Talenti, organizim, iniciativa dhe art. Aktivitetet, projekte kreative, ndërtim, loja strategjike. Këto ishin talentet për fëmijët. Shikojni, komunikoni dhe më shkruani dhe shpërndajeni, ju lutem, këtë video që të mësojnë dhe prindër të tjerë
për talentet e fëmijëve të tyre dhe t'i çojnë atje ku duhet, në qoftë se dëshiron të bësh analizën e plot për fëmijën tënd.